Kuvendi nisi punimet në orën 10, ku sipas rendit të ditës do të diskutojë rishikimi i buxhetit edhe ndryshimet në kodin penal. Në nisje të seancës plenare mori fjalën deputeti Luciano Boçi që tha se 19 projekt ligje duhen ndarë dhe jo të votohen pa u diskutuar. Ju listuat një seri projekt ligjesh shumë të rëndësishme. Dhe të gjitha këto projekt ligje i keni ndërkallur, ndërfutur, përmbledhur në një seancë të vetme. Dhe kjo është komplet pa arsye, sepse dhe krahasimi me hapësirën e çmendur është i logjikshëm këtë rast. Por ajo hapësira e çmendur përtej parlamentit ka një arsye objektive. Është pa dashje, po të bësh i çmendur me dashje, bësh qesharak, ka shumë forma për të bërë qesharak. Kryetari i grupit të deputetëve të Partisë Socialiste Tauland Balla kërkoi shtyrjen e shqyrtimit të 4 projekt ligjeve të parashikuara në rendin e ditës. Do të kërkoja shtyrjen për një javë të shqyrtimit të 4 projekt ligjeve në rendin e ditës. Projekt ligji parë që kërkojmë shtyrjen, dhe shtyrjen në fakt që të jem korrekt nuk po e kërkoj për propozimin e kolegut, por në një farë mënyre kam të njëjtin qëllim. Ka të bëj me faktin që janë projekt ligje të cilat duhen rakorduar fjalë për fjalë me Komisionin Evropian. Kryetari i grupit të deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi pas miratimit të rendit të ditës kërkoi heqjen nga kalendari dhe të disa projekt ligjeve të tjera. Kuvendi më pas vazhdoi me diskutime të shumta.